Një kallabllak, 4 vajza, 2 djem. Po, shumë shtëpi të plegjve, sidomos të mbushura, domethënë që këtu ka humbaj serioziteti për prindin. Derisa një prind, me gjitha ato të lashe që ka rrit një fëmijë, edhe tash jek dorë nga prindi. Sepse një prind përderisa ka pas për detyrë me të rrit, me të shkollu, edhe sot nuk është detyrë, por është obligim. Ka pak, jo? Mirë, faleminderit. Me hallin me derte. Po kalojmë. Për kajt ju kemi? Lipjan. Për Lipjanit. A jetoni Lipjan a dikun jashtë? Jo, Lipjan. Këtu. Këtu. A punon me çfarë merresh? Hiç njerë, për momenti ku gjë. Po, a? Duket u punoj ka dikush për ty. Po, sigurisht që po. Sa fëmijë kemi pak? Një kallabllak. Një kallabllak. Po, 6. Gjash, mashallah. Djem vajza? 4 vajza, 2 djem. Djem. Perfekt. A ndërkohë sot apo mbohen prindit për i fëmijëve? Apo ndihmohen? Mbara qysh, ka shumë familje që po. Mirë po disa, siç po shihet ankohen, si do që t'jetë, dikush po, dikush jo, s'pedi. Që sheh këtë raportin prindër fëmijë sot? Sa po respektohen? Duke i po shumë shtëpi të plegjve, sidomos të mbushura, domethënë që këtu ka humbaj serioziteti për prindin. Duke i po sigurisht që janë mbushur shtëpitë e të moshuarve, nuk ka një respektim ndaj fëmijët ndaj plegjve. A duhet të tërgojnë prindrit në shtëpinë e plegjve, në strehimore, apo të kujdesen fëmijët? Sigur të kesh qenë me fëmija si të kesh lind, ose sikur them një fjalë popullore si i ka marrë kont edhe prindi me hek dorë nga ai, edhe me gjuhë me lon me ecë rrugëve, çka kishte me ndodh. Një ajtë edhe të moshuarit, domethënë pleqt, nuk mundesh me paragjyku se si mundet një fëmijë me hek dorë prej prindit. Përderisa një prind, me gjitha ato të lashe që ka rrit një fëmijë, edhe tash jek dorë nga prindi. Keq. E rëndë? Shumë e rëndë. Kjo që asnjëherë nuk ka ndodhur, sidomos te ne në Kosovë. Kjo është një mund të them një ere që nuk i konvenon kërkujnë edhe shumë e rëndë. Shumë e keq. A, mendon që këtë stilin po i bin për jashtë mas shumë ti? Sigurisht, janë të motivuar edhe nga jashtë, mirë po jo përsheni edhe në Ballkan ka ndru mentalitetin përgjithësi, ka ndru mentaliteti, edhe kjo edhe për ndikon edhe të në Kosovë, mentaliteti ka ndryshu, sidomos kjo qasja prind edhe fëmijë. A ka një detyrë çdo fëmijë më për kujdes për prind? Jo detyrë, por është obligim. Sepse një prind përderisa ka pas për detyrë me të rrit, me të shkollu, shumicën e raste me ta gjetë një vend punës, edhe sot nuk është detyrë, por është obligim. Në vend tjera të zhvilluara, kur i bën 18 vjet një fëmijë, domethënë ata janë pavarur edhe nuk jetojnë me prind. Po ajo është traditë në vendet pezon Gjermania dhe vendet perëndimore, kur ti bën 18 vjet, mirë, po kjo është, nëse mund me thonë, një traditë e mirë, sepse nuk bën edhe fëmija me qenë gjithmonë i varur prej prindit, sepse me një fjalë popullore demelovet edhe nuk punon. Po nuk do me thonë që me jek dorë nga prindi, se derisa i ke bot 18 vjet, që ai prind ty të ka rrit, ka eduku, të ka shkollu, edhe tash ma je i Zotit, ka shkollu edhe tash je i Zotit me gjithë një vend punës. Po du me përmbyll bisedën me një mesazh për gjithë prind, për gjithë fëmijët, ju si prind, çfarë kishte tani këshill? I kisha lutë edhe mesazhin do të ishte që secili fëmijë të përkujdeset për prindin derisa ta ka gjallë. Sepse një herë si gjithë kemi me vdek, edhe fundit kanë me na vdek. Disave i ka vdek, disave ende i kanë gjallë edhe fatmirësisht për ata që i kanë gjallë. Mirë po duhet një kujdesje veçantë për ta, sepse një herë nuk do t'i keni edhe sigurisht do t'jetoni vetë. Prap do t'jetoni vetë. Mesazhe shumë të mira, Trut Zoti, faleminderit shumë për të këshilla, besoj që mos shkojnë veç shurur këto. Doroj më të mira në jetë. Faleminderit shumë. Uroj edhe unë, faleminderit shumë për ju. Faleminderit shumë.